Mësë më dha shajt, mësë më dha po pëndroj. Unë i thash do shme në rrugë. Edhe zotit Kurti i thash që do të ishte mirë me mendu për kandidat apo kandidaturat të tjera. Ashtu që kanë thonë juve këtu, kjo është qëndrimi i BDG-s. Ne nuk kemi pas qëndrim blokus mohus. S'na takon neve me asgjell kryetarin e kuvendit partisë që ka dalë parë. Asnjëherë në kaluar nuk është gjell, as është votu një kryetar apo kryetare kuvendit prej atyre që s'kanë marrëveshje politike. Ne s'kemi marrëveshje politike. As po merremi me çështje të tilla, qëndrimet tona ju i dini. Po përkundër kësaj, po them janë që ta votojmë një figurë që mund të jetë e pranueshme. Dhe tashmë janë spaku dy opsione prej kolegëve të opozitës që janë përmend që mund të kemë vota. Kjo pra ka qenë boshti i diskutimeve. Pjesa tjetër. Nën kryetarët as që diskutojnë, as që lidhen me diskutime për kryetarët. Janë çështje ndame. Ne në 67 i Kushtetutës e ka fjalën zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve, por kjo s'do të thotë që është e njëjta gjë. Sepse ai që deli pari, e pa gjykimi 2014 si gjykatës kushtetuese, e ka qartësu. Është pozicion shumë i rëndësishëm. Nuk i kemi ne pozicionin e kryetarit kuvendit, pozicion simbolik siç po thuajnë disa. Jo, është pozicion shumë i rëndësishëm dhe ka ndodhur edhe në kaluarën, që mund të jetë dhe kreu i shtetit. Mund ta luajë apo ta ushtrojë detyrën e presidentit. Kështu që nuk është asafërsisht i zbarazvlefshëm, i krahasueshëm me nënkryetar. Ju flet dikush që ka qenë nënkryetar dhe që e di mirë këtë punë, andaj çështja e nënkryetarëve nuk diskutohet, ajo është faku, votuan 3 shqiptarë, po minoj 3 për kandidatët e 3 partive më të mëdha ndamas, pastaj minoritetet dhe kështu me radhë. Kështu që kjo është keq ka kemi diskutuar, nuk besoj që ka ndryshuar si situatë. Por që ta dinë të tjerët që dje kanë pasur ndonjë pikpyetje, Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë në kaluarën asot nuk i heziton dialogut ose diskutimeve me këndon. Tek e fundit përgjegjësia jam është me u mundu me i dhonë vendet institucione prej pozicionit cilin jemi. Kone une nuk janë zgjedhja e parë, ama zgjedhjet janë opcion i vërtet. E ka me përmend, nuk kemi diskutu për çushme, po kemi përmend që nëse ka një blokad, nëse vërtet ka një këmbgulje, një kryenetësi nga anave të vendosit, që me thonë ja Albulena ja heq, me bo ma të rëndësishme Zojen Haxhiu që po thash se so krejt institucionet e Kosovës, atëherë duhen zamër, ma mirë që edhe ne.